I kapur në befasi nga zgjedhjet në Tiranë, sapo kishte krijuar rehatim brenda PD, Sali Berishës tani I duhet të ndërtojë një skemë se si të heqë qafe kandidatët nga jashtë PD që po I imponohen në këto zgjedhje. I qartë se mos arritja e një aleance me partitë e tjera do t'i jap një rezultat katastrofik, ai po përpiqet t'u adhje kandidatët me qëllim që ata të mbështesin kandidatin e tij, I cili do të jetë dikush që nuk I prish punë brenda PD. Pas mbledhjes së sotme të kryesisë, ai tha se do të shikojmë se kush do të vetë kandidohet I pavarur për të vendosur nëse do ta mbështesim. Pra, u ka lënë 2 ditë kohë pretendentëve jashtë PD të vetë ofrohen si kandidat të pavarur që do të mbështeten nga PD e pastaj ai të zgjedh kë I bën punë. Ky proces, I cili natyrisht nuk do të ndodh, synon të diskreditojë paraprakisht kandidatët dhe t'i fusë në një proces seleksionimi poshtërues me qëllim që t'ua heq nga duart partive të tjera opozitare. Shpresoj që askush të mos bjerë në këtë kurth dhe nuk besoj se ka shanse. Pas 2 ditësh, Berisha do të jetë përsëri pa kandidat dhe do të ofrojë dikën nga brenda PD. I vetmi ndryshim është se do të thotë, siç e pat, nuk ka të tjerë përveç PD që duan të kandidojnë. Ashtu si kundër I kam sugjeruar edhe një ditë më parë kandidatit Ermal Hasimja, ai duhet të shpall kandidaturën nëse ka ndërmend të kandidojë pa u përfshirë në negociata me PD. Nëse shpallja e kandidaturës kushtëzohet nga negociatat me PD, ai thjesht është duke konsumuar një proces poshtrimi dhe dëshpërimi si për vete, ashtu edhe për kandidatët e tjerë. Është PD ajo që lufton për kandidat fitues dhe ajo duhet të bëjë llogaritë se kush e dëmton në fushat, jo partitë e vogla. Partitë e vogla luftojnë të formojnë profilin e tyre në politik. Fjala vjen, Arlind Qorri është I qartë në vendimarrjen e vet. Do të kandidoj vetë si kandidat për kryetar bashkie, si përfaqësuesi një partie të majt, duke synuar elektoratin e zhgënjur të Partisë Socialiste. Të njëjtën qartësi duhet të kenë edhe partitë e dala nga PD. Nëse ata duan të imponohen PD-s, nuk mund të imponohen me negociata, por me kandidat të mirë. Pastaj PD të bëjë llogaritë veta. E vërteta është se PD nuk lufton të fitojë bashkinë, por lufton për të mos u turpëruar më keq se në zgjedhjet e tjera. Kjo është arsyeja që ata as kanë kandidat dhe as duan që të tjerët të kenë kandidat. PD si duhet pushtetin e opozit, jo pushtetin e Tiranë. Dhe të gjitha lëvizjet e Berishës janë për të mos I marrë opozitën, jo Tiranën. Tiranën e ka Edi Rama dhe ai nuk ndjehet keq për këtë gjë. I vetmi halli I tij është se mos I ndërhyjë në tortën e opozitës dhe I marrin ndonjë pjesë. Vetëm për këtë është gati të negociojë. Ndaj ka nisur t'i dëshpërojë kandidatët e tjerë jashtë PD, duke u kërkuar të vetë kandidohen dhe pastaj t'i përzgjedh ky. A thua se ata do bëjnë pasarel mode për 2 ditë dhe pastaj juria do shpall më të bukurin. Është thjesht një proces poshtërimi I tyre dhe rikthim tek kandidatët e tij politik anonim. Pak a shumë siç bëri kur zgjodhi president Bujar Nishanin, kur deri në fund bënte sikur do zgjidhte Gjezair Zaganjorin dhe Artan Hoxhën, pasi ishte siguruar që do t'i skualifikonte të dy.